Gjatë natës, një val e ftohtë ka zbardhur zonat malore të Shqipërisë duke lënë pas pranverën e hershme dhe rikthyer dimrin. Në Shkodër, akset Bog me Theth janë hapur me ndërhyrjen e borpastruesve, ndërsa rreshje të dendura janë regjistruar edhe në Kelmend, Lepush dhe Vermosh, si dhe në qytetin e Pukës. Në Dibër, bora ka zbritur deri në 700 metra mbi nivelin e detit, duke përfshirë fshatrat përreth Peshkopis. Temperaturat nuk kanë shënuar vlera nën zero, por rreshjet kanë shkaktuar dëme në pemtari, pasi dru frutor të cilët ishin në procesin e çeljes së luleve janë prekur nga i ftohti. Në Bulqis, rreshjet kanë përfshirë zonat mbi 600 metra mbi nivelin e detit, ndërsa në qarkullimin rrugor ka nisur të shfaqen vështirësi, veçanërisht në akset e minjerave të Martaneshit, zona D dhe Tërnov, ku mjetet që transportojnë punëtor lëvizin me kujdes të shtuar. Në Kukës, fshatrat mbi 900 metra në Arën, Bushtric, Grykçaj, Topojan, Zapot dhe Shishtavec, si dhe zonat e Lek Bibaj dhe Luginës së Valbonës në Tropoj janë zbardhur nga bora. Në disa akse nacionale, si Kukës me Qaf Mali, Kukës me Bushtric, Kukës me Kru me Tropoj, Kukës me Shishtavec dhe Bajram Curi me Valbon, rreshjet e shiut gjatë natës kanë shkaktuar rënje gurësh, megjithatë qarkullimi nuk është bllokuar. Edhe në jug, rreshjet e borës kanë prekur Gjirokastrën, ndërsa bora ka mbuluar qafën e Llogaras nga zona e Pishës Flamur deri në pjesën tjetër të aksit. Mjetet borpastruese kanë qenë në terren gjatë gjithë ditës për pastrimin e rrugëve dhe mbajtjen e tyre të kalueshme për automjetet. Rreshjet e befasishme kanë rikthyer kujtesën për dimrin, duke rikthyer sfida për qarkullimin rrugor dhe bujqësinë, ndërsa autoritetet vendase paralajmërojnë qytetarët për kujdes dhe ndjekjen e udhëzimeve në akset malore.